Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka reaguar ashpër pas debatit të fundit politik mbi miratimin e buxhetit dhe paralizimin e transportit publik në kryeqytet, situatë e cila ka shkaktuar pakënaqësi të madhe tek qytetarët e Prishtinës. Përmes një postimi në Facebook, Abdixhiku akuzon drejt për drejt pushtetin qendror të vetëvendosjes se po e mban kryeqytetin peng për motive politike dhe se sabotimi i buxhetit për një vit të tërë ka sjellë pasoja të rënda për jetën e përditshme të qytetarëve. Ai filloi reagimin e tij me një frazë të fortë: Prishtinën e bllokuan dhe Prishtina foli e para, foli qartë, ashtu do të flas dhe më 28 dhjetor. Sipas tij, qytetarët tashmë kanë dhënë një porosi të pakontestueshme përmes votës në balotazhin e zgjedhjeve lokale, kur i zgjodhën kryetarët e tyre përparim Ramën dhe duke rikthyer LDK-n si forcë të parë në kryeqytet. Sipas tij, ata larguan bllokuesit që tentuan të manipulojnë me interesat e qytetarëve. Abdixhiku thekson se mesazhi i Prishtinës nuk u mor parasysh nga vetëvendosja, por ai ka paralajmëruar se qyteti do ta ripërsërisë këtë porosi në zgjedhjet e përgjithshme që do të mbahen më 28 dhjetor. Duke përdorur një gjuhë simbolike dhe të ashpër, Abdixhiku e përshkruan qasjen e kundërshtarëve të tij si betejë primitive të Don Kishotit me Sancho Pançot, duke nënkuptuar se veprimet e qeverisë janë të çorientuara dhe të papërgjegjshme. Në postimin e tij, kreu i LDK-s akuzon pushtetin se gjatë 12 muajve të kaluar ka mbajtur Prishtinën sikur nën pushtim, duke mos e miratuar buxhetin dhe duke bllokuar çdo iniciativë për funksionalitet normal të kryeqytetit kosovar. Ai thekson se administrata komunale është detyruar të punojë vazhdimisht vetëm për të ruajtur mirëmbajtjen bazë të shërbimeve, ndërkohë që qytetarët kanë mbetur të penalizuar nga mosveprimi dhe bllokimi institucional. Abdixhiku shkoi edhe më tej duke i quajtur qeverinë aktuale të vetëvendosjes një sekt populist që ka mision shkatërimin e vendit. Sipas tij, ndërkohë që pushteti po shpërndan vitra për votë, pa ligje, pa legjitimitet, Prishtina është mbajtur e paralizuar në llumin e madh të burokracisë. Ai thekson se ky bllokim një vjeçar ka qenë i qëllimshëm dhe ka pasur vetëm një synim: të pengojë punën e kryeqytetit dhe të dëmtojë qeverisjen lokale. Kryetari i LDK-s u shpreh i bindur se koha e kësaj qasjeje po mbaron dhe se qytetarët do të reagojnë fuqishëm. Koha e tyre po mbaron, le të bashkohemi të gjithë. Prishtina do të flasë sërish e para, deklaroi Abdixhiku duke ftuar qytetarët në unitet të votojnë LDK-n më 28 dhjetor, pasi sipas tij janë të gatshëm të marrin përgjegjësitë për të zhbllokuar situatën pas zgjedhjeve qendrore. Mesazhin e Prishtinës nuk e paskan marrë qartë, do ta marrin më 28 dhjetor sërish, sepse Prishtina as nuk lakmohet e as nuk përdoret për betejë primitive të Don Kishotit me Sancho Pançot e tij. Mund të bllokoni, mund edhe të pengoni sepse vetëm kaq dini, vetëm kaq mundeni ju, por propaganda nuk e mund të vërtetën dot. Për 12 muaj të tërë, sikurse nën pushtime mbajtet kryeqytetin pa buxhet, koha e tyre po mbaron. Le të bashkohemi të gjithë, Prishtina do të flasë sërish e para, shkruan Abdixhiku.